Miqtë e Citizens, jemi sot me një podcast ndryshe nga të gjitha podcastet që kemi bërë. Është një podcast që fokusohet tek ne, tek puna jon, tek temat që kemi trajtuar përgjithsisht gjatë muajit. Do t'i marrim me radhë kush janë ato që kanë bërë më shumë diskutim, qoftë në redaksinë tonë, por edhe jashtë saj në botën virtuale, po ashtu edhe në rrjet pranë me komentet që kemi marrë, po ashtu edhe diskutimet. E nisim me diskutimin kryesor që ka qenë gjatë muajit nëntor, ku pas miratimit të ligjit për barazinë gjinore, pati shumë raportime për mënyrën se si u perceptua nga publiku, por edhe nga palë të ndryshme të cilat kishin edhe qëndrime politike ose prapavi politike në mënyrën se si e pasqyron atë në mediat sociale, por edhe në media tradicionale. Citizens pati disa produkte që i realizoj përgjithsisht edhe me video realizime pra me explainer, të cilat i bëri Elira, por që patëm edhe një qasje për të thyer pak a shumë dizinformimin apo jo Elira. Fillimisht e blin pasi u miratua ligjit, ti për shembull, ke pas ndonjë tundim për ta ndryshuar gjinin apo jo ke? Jo, jam bekur. Unë jam plotësisht i sigurt për jo vetëm përkatësinë gjinore, por edhe për të gjitha qasjet e diskutueshme çfarë është bërë. Po edhe nëse do ishe i mbrojtur, se tani ke një ligj që të mbron. Pra ky është Ky është thelbi i diskutimit që bëj pra. Thjesht sepse ka pasur disa statuse ironike pas miratimit të ligjit që a ndryshoi diçka në jetën tuaj, a ndryshoi gjinia, thjesht për ta. U zgjova ndryshe komplete dhe besoj edhe shumë të tjerë janë ndjerë ndryshe, në fakt se ti pyet Ergjinin po përgjigjem. Ka problem. Po, kemi përdorur formatin e explainerit, videove shpjeguese, siç edhe e sqarove pak më përpara, pasi ne mendojmë se për çështjet të cilat kanë një lloj dezinformimi dhe paqartësie, është mirë që ne të kemi qëndrimin ton për të hedhur më shumë dritë edhe për të shpjeguar pak më gjerë. Ka qenë një fushat dezinformimi që ka ardhur jo vetëm nga grupe të caktuara, të cilat kanë pasur mendohet një qëllim për ta kamufluar rëndësinë e vërtetë të projektit ligjit, por edhe nga diskutime në media, të cilat nuk është se janë bërë në mënyrën më produktive do ta thoja, jo për ta thënë këtë si kritik, por për treguar që ka disa debate që mund të kryhen në mënyrë më të volitshme, që secila palë t'japi qëndrimin e vet, që edhe më pas audienca të ketë mundësi që të pozicionohet. Në ofendime, në fyerje dhe komentet e përgjithshme. Përgjithsisht ka pas një lloj ekstremizimi të palëve që janë ftuar në debat, duke mos përcjellur realisht se çfarë ndryshime sillte projekt ligji. Kështu është diskutuar gjithmonë për sjelljen e 70 gjinive, ndonjëherë thojë 7 gjini, ndonjëherë thuaj që po sillte 70 gjini, faktin se 75 shkoj. 52. Po, shtohen. Por përveç pjesës së gjinive, ajo që ka shqetësuar më tepër publikun ka qenë fakti se mund të ndikoheshin edhe fëmijët e tyre. Në të vërtetë ne jemi munduar që të përcjellim disa materiale në video duke vendosur theksin se cilat janë ndryshimet dhe risitë që sjell ky projekt ligj. Dhe në të vërtetë ka disa koncepte dhe risitë tepër pozitive, për shembull mund të përmend punën e papaguar, një koncept që nuk është njohur kurrë më përpara në legjislacionin shqiptar, çka do të thotë që jo ti për shembull në këtë rast konkret me partneren tënde do keni një marrëdhënie që ti duhet ta paguash atë për punën që bën ajo në shtëpi, por për shembull në një zonë caktuar që mungojnë shkollat apo çerdhet, kjo do të sjellë që gratë kenë barën më të madhe duke kryer një punë me kohë më të gjatë, po, dhe në këtë moment institucionet do t'i tërhiqet vëmendja që në këtë shkollë mund të shtojnë shërbimet publike që edhe grave t'i bëjnë një barë më e lehtë. Të drejtuar më mirë politikat sociale. Kjo është një pikë ndër ndryshime që ka sjell projekt ligji, por do të ketë edhe ndryshime shumë pozitive, si për shembull do të ketë një ndërhyrje në sektorin privat, ku do të një diskriminimi dhe aty, më përpara diskriminimi flitej vetëm në sektorin shtetëror, tashmë për shembull në sektorin privat, kompanitë nuk do mund të jenë më bordë burrash, por do të kenë të detyrueshme edhe një kuotë gjinore. Gjithmonë kjo duke marrë në bazë meritokracinë, çka do të thotë, nuk është se do vendosin një grua thjesht sepse ajo duhet të jetë grua, por midis të barabartëve duhet të zgjidhet një grua. Për të thënë më specifikisht paktën edhe detaje nga puna jon, ka qenë e vështirë për të bërë këto materiale, sepse përmendim kemi patur edhe explainer të tjerë, ishte rasti i Blerta Kambos, për shembull, instalacionet që vendos tek muzeu, po edhe fletushkat që i përmendë pra. Tek shkollat që shpërndan.
Me thënë drejtën, duke qenë që ne jemi një organizatë që ka raportuar shpesh për barazinë gjinore dhe kemi një lloj ndërgjegjësimi për thellimin në këto materiale, nuk mendoj se kemi pasur një vështirësi. Vështirësia më e madhe mendoj që ka qenë qasja e publikut ndaj nesh, duke na shënjestruar si një organizatë e cila ka një pravavicë caktuar dhe një qëllim për të mbrojtur këto grupe. Ndërkohë mendoj që ne kemi bërë goxha të qartë që kemi qenë gjithmonë në mbështetje dhe në raportim të grupeve të marginalizuara dhe të shtypura, dhe nuk mendoj se ka pasur ndonjë risi edhe në raportimin e këtij projekt ligji, duke qenë që barazia gjinore ka qenë gjithmonë fokusin e Citizens. Por ka pasur disa komente jo të këndshme, por le të themi që kjo është pjesë e të punuarit online, kështu që nuk është se mund të përmendet si deri diku si një sfidë, por edhe pranueshme. Çfarë mund të thuash për këtë, Lorin? Paka shumë ka patur edhe njerëz cilët janë në rrethin ton shoqëror, cilët kanë patur edhe qëndrime publike edhe në rrjetet sociale, duke bërë edhe qëndrime deri diku me mua personalisht për shumë kanë befasuar të drejtën. Unë jam shumë i lumtur për këtë. Pra, për sa kohë ajo që ne bëjmë ngjallë reagim, do me thënë që ka relevant. Pra unë vetë nuk do harxhoja kohë duke kritiku diçka që nuk më intereson, ose unë e shikoj të pa llogaritshme dhe në diskurs publik. Ne gjithmonë edhe me shaka me njëri tjetër ne kemi konsideru çështjen e komenteve, po dhe komenteve që janë negative, si s'ka problem se është engagement. Pra ne patjetër që duam që materialet shikohen, të klikohen, po nuk besoj që ne jemi nga ato raste që po shesim urrejtjen. Pra askush nuk do që ta pozicionoj veten e vet, në këtë rast Elira ka qenë më shumë e zëshme për këtë çështje, dhe është një diskutim që ne nga ana njerëzore përveç se profesionale e kemi bërë shumë shpesh, që shiko se gjithë të komentet janë edhe barë emocionale. Ne ishim bashkë për një aktivitet në Burrel, dhe unë po jepja makinës, dhe ndërkohë këtu në redaksi po publikohej një nga videot. Mos gaboj, ishte video për instalacionin te muzeu. Dhe e vura re. Pra unë kisha një sy nga rruga dhe kisha një sy nga Elira që ishte në telefon dhe gjithkohës ishte duke parë komentet me një lloj tensioni, dhe është shumë i justifikueshëm. Pra kjo jo për të thënë që ajo që po bëje ti është një vepër shumë e dënueshme, por ti aty kupton që gjëra që ne i harrojmë ndonjëherë edhe në fluks të punës, që puna që bën dhe ekspozimi që në këtë rast Elira ka pas, ka një ndikim emocional. Dhe kjo jo për të bërë viktimën tash, ne na vjen shumë keq edhe lutem mos na shani në rrjetet sociale, se për sa kohë po komunikojmë publikisht, çdo gjë që ne themi është subjekti i gjykimit të publikut, po e bëjmë me një lloj guximi, do thoja unë, pa sugjestionu njëri tjetrin. Pra unë nuk mendoj që të paktën për këtë çështje, si dhe për shumë çështje të tjera, ne jemi nga ato redaksit që gjërat vinë me urdhrin e peshkut, ose vinë dhe mbillen në grup të punës në mënyrë të errët, të imponuar, dhe njerëzit nuk i bëjnë gjëra që nuk i besojnë. Gjithsesi, për ta viju pak vjen që po diskutonte Lorini, pjesë e fushatës urrejtjes janë bërë edhe gjithë aktivistët, organizatat që kanë punuar me këtë projekt ligj, edhe faktikisht është për të ardhur keq që njerëzit që mundohen që të bëjnë një punë, domethënë se në përparimin e drejtave të njerëzit sulmohen në këtë mënyrë, sepse është edhe demotivuese, po edhe pak dekurajuese kur shikon se sa pak mbështetje ke, pikërisht për projekt ligje që sjellin një ndryshim në jetën e gjithë secilit. Unë do përmendja këtu dhe rëndësinë që kanë edhe vetë mediat tradicionale. Ne kemi pasur trajtimin ton që në gjykimin ton është etik edhe është brenda për drejtat
e njerëzit, mirë po ajo çfarë kam vënë re është që kur kam takuar grup mosha të tjera më të mëdha, prindërit tan, duke qenë se ky ka qenë një diskutim gjatë muajit të fundit shumë i zëshëm edhe i dëgjueshëm nga të gjithë përmes televizioneve kombëtare, vija re se si dezinformimi apo mënyra se si ata kishin raportuar kishin ndikuar edhe tek mendësia e këtyre personave që un kam pasur në kontakt këtë periudhë, sepse e lidhnin direkt me këtë punën e identiteteve, me faktin që do shkoj tek fëmijët në kopësh apo në shkollë dhe ti do të imponohet një identitet tjetër dhe më është dashur që përpos domethënë kësaj punës që ne bëjmë si redaksi, si gazetare, ndërkohë që unë nuk kam raportuar, është marrë lira me këtë gjë, po të bëj këtë punën si gazetare dhe qytetare që t'i them që jo, kjo që ke dëgjuar, lexuar nuk është e vërtet, në fakt qëndron kështu. Edhe dua të sjell faktin që është kaq e rëndësishme dhe mënyra ku shkojmë dhe informohemi, ku lexojmë, çfarë dëgjojmë, edhe rëndësia që ka dhe përgjegjësia mbi të gjitha qytetare dhe për shoqërinë që kanë mediat. Paga shumë që mediat për ta shtuar paktën si puzzle, ky polarizimi i mediave tradicionale sidomos edhe ekspozimi i tyre më shumë drejt spektakularizimit të çështjeve ka bërë që të kemi një mjedis ku nuk komunikohet më, por sulmohen dhe krijohen palë të cilat ndeshen paga shumë në çdo hapësirë. Dhe kjo i bën dhe njerëzit që nga spektator bëhen palë duke u kthyer edhe në komentues, në njerëz që urrejnë, shfryn urrëtitjen në raste të caktuara ku bëhet fjalë thjesht për një ligj që i ofron mbrojtje njerëzve, jo e kundërta, pra nuk sulmon njerëz. Unë s'du ta largoj më shumë bisedën dhe as të hyj në teori dhe në hamendësime, po më bën shumë përshtypje që në një vend ku njerëzit janë aq larg nga politika, nga politikbërja, ajo që hidhet për konsum dhe besoj mund ta themi që mua nuk më duket kaq rastësi që emisionet e prime time-in merren me një flet palosje në një shkollë që është bërë nga 2 punonjës në një kohë ku situata politike mund ka çështje tjera, prodhoj çështje që kanë do duhet të ngjalin reagim të jashtëzakonshëm. Pra ne kemi njerëz që janë përpara hetimeve dhe ti shikon emisionet e mediave kombëtare që merren me një flet palosje dhe qarkullojnë një lajm të krijuar, se ai ishte eksaktësisht shembulli i një lajmi të krijuar nga një reporter që pastaj mori ato për masa që mori dhe ç'a bën i shkon frikrave. Pra ne kemi bë hapa mrapa. Ne nëse flisnim deri dje për çështje të gjinisë dhe të identitetit gjinor, orientimit seksual, sot ne kemi frikë të flasim për barazinë gjinore. Dhe ka njerëz që patjetër po përfitojnë nga kjo. Dhe ka njerëz nga ana tjetër që po vuajnë nga kjo. Pra këtu kemi të bëjmë me njerëz, me jetë njerëzish që rastisin në këtë rast të jenë ajo pjesa që është më vulnerabël, më e pambrojtur e shoqërisë, që për arsye që unë nuk dua të insinuoj tani, po ne dim shumë mirë edhe në teoritë komunikimit se si manipulohet dhe se si mund të bësh spin-off të opinionit publik, po vjen përpara një stuhie edhe një vëmendje aq të madhe për një çështje që i shkon kësaj mungesës përfaqësimi. Pra kur ti një njeri e nxjerr jashtë nga çfarë ndodh në komision parlamentar, çfarë ndodh në parlament, deputeti nuk do me ditë fare për ty se kush je, vetëm ditën e votimeve, ti gjithatë mungesën e përfaqësimit tënd e shpreh në këto çështje. Mua personalisht më ka bërë edhe përshtypje fakti se shpeshherë për kauza të ndryshme apo protesta të ndryshme artikulojmë gjithmonë teorinë që shqiptarëve i ka vdekur nervi politik, edhe nuk janë zëshëm. Kjo ngjarje tregoj se nëse ti e orienton opinionin publik ashtu siç ti do për të prodhuar një sër klikimesh, realisht qytetarët nuk është se janë aq indiferent ndaj kauzave të ndryshme. Dhe do më vite mirë që për kauza që realisht kanë rëndësi publike, siç është për shembull mungesa opozitës konkrete, fakti i pensioneve. Po në fakt mund flasim edhe për çështje tjera, gjatë muajit nëntor ne kemi patur një rast edhe më tregues të kësaj mungeset për kraje, sidomos qytetare, bëhet fjalë për grevën e minatorëve të Spaçit, një grevë që zgjati rreth një muaj dhe më pas edhe pse u diskutua në kuvend, nuk pati zgjidhje, befas u mbyll apo iris.
Po, në fakt, dhe ishte një nga shembujt konkret se si grupime punëtorësh organizohen ose kanë dëshirën për të organizuar dhe në fakt nuk arrin që ta çojnë deri në fund këtë iniciativë të tyre dhe në këtë rast edhe të lënë pas dore edhe nga institucione shtetërore, në rastin konkret nga vetë Ministria e Ekonomisë. Në fakt, punëtorët e minierës së bakrit në Spaç, diku prej 70 prej tyre, po themi, në ditët e para të tetorit, bëhet fjalë për nga data 7-8 tetor, vendosën që ta bojkotojnë punën edhe të dalin të protestojnë përpara derës së kompanisë private që është TT Albania, që është një koncesionar turke që shfrytëzon mineralet në Spaç të Mirditës. Kërkesat janë parsorë legjitime në gjykimin tim edhe ato çfarë duhet të çojnë në organizim të punëtorëve që ka të bëjë me kushte më të mira pune, me sigurinë në vendin e punës për vetë natyrën që është miniera dhe po ashtu ka të bëjë me rritje të pagave diku te 15-20%. Një tjetër gjë ishte fakti që kishte një disbalancë ose një mos trajtim në mënyrë të njëjtë mes dy grupeve të punëtorëve, pra punojësit turq paguheshin më shumë, paguheshin më shumë, ndërsa punojësit shqiptar paguheshin më pak. Të gjitha këto sipas deklaratave që ata kanë bërë. Unë kam shkuar një ditë atje në Spaç, në fakt ka qenë një fundjavë dhe ka qenë një shi i madh, pra kushte të tjera atmosferike dhe ata kishin diku te 1 javë gjys që ishin aty para derës. Në fillim ka pasur protesta, po ka pasur detensione mes policisë dhe më pas çdo gjë ka shkuar qet. Dhe ata vjonin aty përpos shiut të dëndur, ata vjonin ende që të qëndronin aty para derës për të kërkuar të gjitha këto kërkesat e tyre. Në fakt shkaku fillestar është bërë organizimi i tyre në sindikate. Drejta e tyre për të organizuar nuk kishin një kontratë kolektive, pra kishin një kontratë individuale dhe ata donin që të organizoheshin një sindikata e minatorëve të Spaçit. Kjo ka ndodhur në gusht, 26 gusht të 2025 dhe më pas ata kanë komunikuar zyrtarisht me për 2 muaj kanë pritur që të njihen. Dhe në fakt kompania ka thënë që sipas atyre e gjitha kjo, se mos na çoj kompania më pa di siç ka ndodhur me Sall Gjoçën, pastaj duhet të qëndrojmë deklaratave. Dhe kompania ka thënë e ka konsideruar sipas minatorëve si një prerje në besë, me idenë që pse ju duhet të organizoheni, ku ne fare mirë mund të ulemi të diskutojmë shqetësimet që ju keni dhe që janë me sa duket të përbashkëta. Merrem në vesh në tavolinë. Mund ta zgjedhim. Kjo pa shkuar në këto pse vdiq kjo greva? Nuk pati asnjë mbështetje, qoftë institucionale, pati disa tentativa për të bërë këtë pajtimin mes sindikatës të sapo krijuar të tyre, por që përfaqësonte minatorët, e përfaqësuar po ashtu nga Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, me në krye Kol Nikollën, dhe mendoj që figura e tij deri në far pike krijoi këtë jo ngërçim, po mos pëlqimin dhe nga ana e kompanisë, sepse e quante përfaqësimin e tij jo legjitim, kishte atë problemi ligjor që kishte, që ai më pas tha që është normale sepse unë jam rizgjedhur edhe të tjerë. Pritej vendimi i gjykatës për të pikërisht, por kjo nuk e shkarkonte atë nga përgjegjësitë për çën në krye. Nga ana tjetër, mendoj që nga ana e institucioneve nuk ka pasur një mbështetje sikurse duhet ketë një shtet social. Dhe në këtë rast ata që kemi në krye po institucione thua Ministria. Ministria e Ekonomisë. Sepse në kuvend diskutimi ishte domethënë një anshëm që deputetët ishin në fakt në kuvend, në komisione në të cilat ata u mblodhen për të folur, nga ana e deputetëve të opozitës, por dhe të pozitës, qasjet ishin në mbështetje të minatorëve dhe u diskutuar gjëra gjatë për pagat, për kushtet, për mënyrën se si trajtohen koncesionarët e kompanitë të cilat vinë dhe shfrytëzojnë mineralet. Mirë, po nga ana tjetër ministrja Brahimi mbajti një qëndrim shumë neutral, duke bërë thjesht një rezume cilat takime ishin bërë, çfarë ishte konstatuar, por asnjë gjë që të denonconte ose të mbante një anë ose të shprehte diçka. Mendoj që kjo edhe deri diku në thojza me frikën se mos ndoshta kalonte çdo gjë në një procedim më pas gjyqësor, penale dhe mund shkonte në gjyq gjëja nga ana e kompanisë drejt shtetit shqiptar. Pra duke qenë se dhe nga kompania ka pasur dëme, ka pasur humbje sepse për rreth një muaj e ca nuk është punuar edhe mirë, po duhet kemi parasysh që gjatë periudhës së pajtjes së grevës, kemi vënë re që janë larguar 10 minatorë, në fillim 16 për tyre, për shkak të mos paraqitjes në punë, dhe më pas numri ka ardhur duke u rritur, duke shkuar në 62, më pas në 67 deri në përfundim kur u shua. Në fakt më erdhi pa keq se ishte një
po flasu si gazetare që e kam raportuar, domethënë merrti pa kesh për faktin se u raportuar për një muaj e ca, për angazhimin e tyre, u pasi Pra ishte si frymëzim. sikur diçka po organizohej, punëtorët po mblidheshin, po kërkonin të drejtat e tyre që me çka më raportuar vitet e fundit, ka qenë pak e vështirë ti organizosh. Vetëm ti gjesh që të Po flasin. zhgënjimi yt erdhi për mënyrën se si u mbyll apo Për faktin që nuk pati një dakordsi dhe nuk pati një plotësim të kushteve. Pra kemi 10 kërkesa të ilustruara që kishin të bënin padyshim me kushte më të mira pune, për pagat, për siguri, në shkrimin një kontrate kolektive, po nga ana tjetër asnjëra prej këtyre nuk u plotësua. Minimumi riktimi 1-2. në punë atyre. E gjitha kjo do kalonte pastaj me duke negociuar, por dhe për këto nuk e dim sa janë kthyer, çfarë ta shohim. Ndryshe kjo. Si do vijoj. Ne kemi ca vite tani që raportojmë për organizimin sindikal. Ti ke qenë në Bulqiz, po sjell një rast, një greve që ka qenë edhe si më jetë gjata, po edhe ajo që ndezi pak a shumë të njëjtën shkëndi. Unë lexova disa artikuj në për media, që nuk do t'i quaja koleg, po me i tendencë jashtëzakonshme që me tituj që praktikisht linin të kuptoj që dy individ aty që ishin dhe organizator ose grupi kryesues i grevës, shkuan aty për të vrarë grevën dhe për të vrarë protestën dhe nuk arritën asgjë. Pra ishte një shenjestrim i dy individ, nuk po i përmend fare me emër. Tipike pak a shumë e media dhe po në thelb ajo që unë pash kur e lexova atë artikull, përveç gjuhës zemrimit, pavërtetave, insinuatave, gazetarisë keqe që aty kishte që këtu për fat keq nuk mungon, po mendoja dhe kuptova që shiko, kjo greva nuk është se arriti në gjë më shumë ose më pak se shumë greva të tjera që janë bërë deri tani. E drejt pak dhe e kam parasysh për ka artikull po merr si shembull. Unë mendoj që organizimet të tilla, protestat, por dhe grevat në këtë rast, janë hapësira që ti krijon mundësi çdo kujt që të marrë pjesë edhe kur nuk i takon. Dhe në këtë pikë po flas në aspekt politik. Është si open mic. Po, që secili mund të marrë një pjesë që unë isha aty dhe këtë vura re edhe në grevën e Spaçit, që nga ana e Partisë Socialiste, që nga ana e opozitës, Partisë Demokratike në këtë rast, pati një sër figurash që tentuan të përfshihen, duke thënë që ne po merremi me këtë. Unë mbaj mend kur ishim para kuvendit në nëntor, që erdhën ndërkohë që ishte seanca të njëjtën, pash deputetin Braçe, pash një sër deputetësh të tjerë të PD-s që janë të zonës, ndërkohë që në zonë nuk ishin qenë fare, ndërkohë që ishin gjithmonë. Fakti që ti ket aksesin në mikrofon dhe je në media dhe po flet në të minatorëve, edhe sikur i legjitimon edhe punën që ata, edhe faktin që ata janë në kuvend. Domethënë më duket sikur ndonjëherë është një justifikim për të thënë që ja unë bëra diçka, pozicionin e tyre në kuvend. Ka mundësi që këto s'po guxore merri nxiri nga problemi është se sindikatat, paktën kjo që ishte që përfaqësonte, janë të tilla që kanë kaq vite dhe në këtë rast Konfederata është pas viteve 90, edhe nga njerëzit, nga punëtorët ka një lloj mosbesimi edhe për këto organizime. Edhe nga unë më thon. Duke qenë të tilla, për mua ishte pak e çuditshme që erdhi ky organizim në Konfederat, duke marrë shkas një sër organizimesh nga grupimet të tjera të punëtorëve që nuk kanë fare besim te sindikatat e vjetra, edhe ka pas një sër tentativash, ne kemi ndjekur përmes Citizen sa herë ka pasur tentativa për të krijuar sindikata të reja dhe ne kemi qenë një lloj media mbështetëse, po themi, për sa kohë shikonim një filis të ri ku kishte një lloj emancipimi ose për të folur për të drejtat e tyre që nuk i kishin gjetur në sindikatat të vjetra, dhe mendoj dhe fakti që kishim një përfaqësi të vjetër sindikatash që nuk ka të njëjtën besueshmëri, integritet, tagër etj, edhe ti nuk ke se si ti afiliohesh drejt saj. Braçe, çfarë do aty? Po ta marrin kështu. Braçja edhe uftua nga sindikatat, ashtu sikur se uftuan edhe deputetë të gjithë partive, pra faktisht që deputetët vinin aty. Pra kjo ishte nga një vëzhgim i jashtëm, se unë isha me këtë më dyshen, duhet i filmoj, duhet i përfshi në artikull apo jo. Është një gjë që ne kemi vazhdimisht. Diskutojmë gjithmonë redaksimet që bëjmë për çështje të tilla, sidomos ku përfshihen. Kemi listë zezë shumë gjatë. Kategori politike. Më gjatë është lista zezë se sa. Kështu që shikoja që kishte një lloj brohoritje, një lloj shkëlqimi sysh tek këta organizatorë sa herë vinin pranë tyre. Shpresa e tyre ishte aty dhe evokohej sa herë kishte deputet që kalonte. Ti Risa përmendej që mund edhe të paditesh për fyrje. Në fakt nuk besoj më. Është
është edhe një nga rastet që e kemi trajtuar shumë gjatë muajit nëntor, pa në fakt për burimet kanë qenë edhe këto banorët e Zell Xhoxhait duke ankuar edhe duke bërë protesta, duke kundërshtuar projektet e hidrocentraleve dhe faktikisht edhe ku raportua fillimisht kjo padia për shpifje dhe fyrje për 3 prej këtyre banorëve që janë dhe aktivistë të kohshëm, ishim deri diku skeptik, a ka ndodhur vërtet, ç'është kjo që po ndodh, sepse ishte realisht e pa dëgjuar më parë, paktën për realitetin tonë. Shiko, më lejo ta lexoj se e mora nga padia kështu fiks, si ishte padia. Për veprat penale, fyerja e kryer botërisht dhe shpifja e kryer botërisht të parashtruara nga nelen 119 të dyta dhe 120/2, si lexohet kjo, nuk e di, fraksion. Të kodit penal. Pra kemi fyerje edhe shpifje. Botërisht. Të dyja pjesat. Po si qëndron pretendimi? Bëhet fjalë fyerje dhe shpifje për dikë domethënë. Bëhet fjalë për 3 aktiviste. Për kompaninë, për kompaninë Seka Hydropower, e cila ka ndërtuar 2 hidrocentrale, hidrocentrali Sek edhe Zajs, që kanë shfrytzuar burimet e ujit Flim edhe Urak, që kalojnë përkatësisht në Zell Xhoxhaj të zonës së Matit, por që prek edhe fshatin Lufaj, që i përket Mirditës. Lufaj dhe Zell Xhoxhaj janë përballë njëra tjetrës, pra ndajnë të njëjtin pellg ujor. Edhe në fakt zanafilla e kësaj padie është një protestë që në korrik banorët e Lufajt kanë mbajtur për pasojat që ka sjell ndërtimi i një hidrocentrali aty. Përkatësisht sipas nënshkrimeve që këta kanë me dokumente me firmë, në momentin që ty të jepet e drejta për ndërtuar një hidrocentral, ti duhet që gjatë periudhës së verës ta lësh lumin ose ujin, një pjesë të ujit të lirë në mënyrë që të kenë mundësi banorët e zonës ta përdorin. Ka një detyrim për të lëshuar ujë. Po, dhe kjo është përcaktuar, është nënshkruar nga leja përqindje. Dhe në këtë pikë kur ne kemi shkuar, duke qenë se kanë mbajtur bashkë me banorët, një nga banorët i cili është dhe pjesë palës së paditur, që është Jorgji Lozaj, kishte marrë një pas makinës së vet, e kishte mbushur plot me ujë të pishëm, duke qenë se atje nuk ishte ujë. Pra ishin tharë çdo gjë. Ne ata po shkonin për të protestuar dhe në një vend që nuk ishte ujë dhe ishte një thatësirë që ishte e dukshme, domethënë. Aty për këtë shkak edhe ishin larguar shumë banor. Në këtë protest për solidaritet, ashtu sikur se bëjnë çdo herë, duke qenë se kanë prej vitit 2019 që protestojnë edhe kanë shprehur solidaritet me çdo protestë që bëhet në kuadër të po themi ndërtimit të hidrocentraleve, për çështje mjedisore, janë qytetarë shumë aktiv, të zëshëm, përgjegjës, siç ishte në këtë rast Adem Xhokola dhe Dimitër Koleci, ata që janë pjesë e padis, po ishin dhe banorë të tjerë, kishin ardhur për solidaritet me me banorët e Lufajt. Dhe ata aty para mediave mbajtën një fjalë të gjithë. Dhe kompania kishte marrë deklaratat e publikuara. Pra ishin deklarata në media, pra ishin deklarata me megafon që ata i dhanë aty siç ndodh në çdo protestë dhe media i raporton. Të raportuara në Syri TV edhe në Top Channel mos gaboj, në një emision. Këto deklarata ishin marrë, ishin transkriptuar dhe në momentin që ti je në protestë, sigurisht që do thuash edhe fjalë që ndoshta nuk janë shumë etike, por që për ata ishin të qëndësishme, sepse çfarë mund të kenë thënë? Mund të kenë thënë janë hajdut lumit, na kanë marrë. Pra buron nga shqetësimi. Hajdut është Po varet, po thjesht kjo është rasti atipik i gjë, sepse madhëmendja se hajdut mund të jenë thënë 100, 200, 300. Ajo që bëri përshtypje këtu ishte se Dimitri komentoi një moment kur patëm një bisedë që paditë që kemi bërë ne që nga 2019 deri tani gjykata i mban në stiv me dosje, ndërkohë që në fakt denoncimin që ka bërë firma po e gjykon brenda muajit. Në fakt kur e kam pyetur Dimitrin që si e morë vesh për padin, tha nuk e di afare, kam lënë zarfin për disa kohë. Mendova që ishte një zarf që kishte ardhur, po prisja nga prokuroria. Prokuroria e Lezhës ndërkohë nuk ka hapur ende çështjen e Zell Xhoxhait. Pas kaq vitesh. Pra padit që kanë bërë banorët nuk i kanë çuar Seka Hydropower. Në këtë rast unë nuk e prisja fare dhe kur hapa pastaj që kujtova që kisha këtë zarfin, që mendova që ishte thjesht korrespondencë mes gjykatës edhe që na e sjell neve, pash ishim ne të paditurit. Ndërkohë në para një jave, 2 javësh, ata e patën procesin le temi se bëhet kjo seanca paraprake që është e pajtimet, a doni të mbyllim këtë situatë, tërhiqeni apo jo, banorët thanë që jo, nga ana e avokatit të palës Padice, që ishte avokati i Seka Hydropower, tha që nëse ata kërkojnë falje për
falje publike sigurisht për çfarë është thënë, unë tha do ta shqyrtoj, do ta diskutoj me përfaqësuesit e kompanisë dhe më pas ju themi që si do të reagojmë edhe në Mendon se kjo ishte, domethënë, nuk një pranuar. politikë e re në mënyrën se si kompanitë tani po duan të shuajnë protestat edhe kundërshtit, sepse Në fakt- projektet e hidrocentraleve po vazhdojnë, nuk është se Po. është frenuar nga qeveria dhënia lejeve. Madje janë në proces shumë e shumë të tjera që janë dhënë përpos faktit që Rama ka thënë që nuk do japim leje, aq më tepër leje për hidrocentrale të vogla, një prioritet i madh po jepet dhe energjisë rinovueshme që janë panelet diellore, në kuptimin që thjesht po shumë fishohen mënyrat e marrjes së energjisë, por nuk po ndalojnë këto të Ndërhyrjet në shfrytëzimit lumej, të po. burimeve. Këto janë edhe ndryshe të quajtura si padit slap, që janë padi që duan të intimidojnë apo banorët në këtë rast, por edhe grupe të tjera që nuk e kanë këtë fuqinë për ta mbrojtur veten edhe mbështetje ndoshta edhe financiare, sepse të nisësh një proces gjyqësor dhe të shkosh nga Tirana në Lezhë apo kudo ku ka procese gjyqësore, Janë shpenzime, transport, duke. janë kosto që Përveç kohë dhe Për më shpenzime. tepër që i heq kohës, është tamam. patjetër. Shembulli tipik i padis slab që ty të heq nga pjesëmarrja në angazhim publik. Pra ne i kemi pa Të gazetarët zakonisht i kemi parë si raste, më tepër se Po, të aktivistët. edhe për gazetarët, po dhe në rastin unë e shikoj shumë ngjashme këtë, sepse nëse ti do të gjëmosh i gjyq që e quajmë të drejt për drejt, ne nuk jemi këtu për ta vendos, kompania mund të jetë lënduar me vërtet shumë dhe mund të ketë shkaktuar në një dëm financiar të jashtëzakonshëm. Ato Për fjalë që informacion, ata e kanë kompania po sponsorizon media të caktuara sidomos tradicionale për të bërë reportazhe nga terreni se sa kanë opinionin. ndikuar investimi në zonë, domethënë është një paradoks. e kupton që aty ka një dorë tani që po i intereson edhe për imazhin. Pra, unë besoj që ti duhet kesh një problem me imazhin që të shpenzosh para drejt, për si imazhin, logjik, se po. do të kenë diçka për të rregulluar aty dhe nëpërmjet këtyre padive unë e shikoj si mënyrë për e para për të intimiduar, e dyta për ti marrë ato që është koha. Pra po flasim për një grup njerëzish që me një vullnet energji të jashtëzakonshme, pra nuk e shikon shpesh. Edhe sidomos në atë brez, heqin kohë nga koha e tyre dhe merren me diçka që është e përbashkët. Pra na prek gjithëve, i prek ata më shumë patjetër se janë pjesë e komunitetit. Por nëse ti do të gjymosh padin për fyrje dhe shpifje botërore, ti nuk ke kohë të shkosh dhe të ndjekësh protestat, shkosh ndjekësh shkallët. Do ta vazhdosh luftën. Një nga banorët Abdiu që më kujtua tani edhe më të vjetrit mes grupeve të protestuesve të Zat Gjoca, tha, e vetmja gjë që ne mund të lëm, tha, është lëm pensionin, tha, unë aq kam, tha, po ndërsa nga ana e kompanisë tha, Pretendojnë shumë para keni se sa. para, keni mbështetje, kështu që është e padrejtë gjithë kjo luftë që po na bëni. Megjithatë, tha, ne do të jemi këtu, kështu që. Mendoj se qëllimi final është thjesht ti heshti ndaj kauzës, se sa dëmi financiar që i shkaktohet. Besoj se Edhe dëmi nëse fitojnë është i madh, ishte diku te 50.000. Të bëhet një mësim që mos t'i kundërvjen më forcave të mëdha. Me këtë do paditesh ti. Po në lidhje me Mirë presim. Po ndërkohë për të Jo, po në lidhje me, po themi, protestat që zhvillohen, është dhe një lloj kështu intimidimi për organizime të tjera, se duke jep parë një të mësim stens që mos ta bëjnë më asnjë, sepse dënohesh, dëshkohesh. Ky është qëllimi i padive slap faktikisht. Edhe ndaj gazetarëve, aktivistëve, të gjithë njerëzit që kanë një zë në opinionin publik. Nuk ka një rregullim ligjor ende në Shqipëri për të njohur kështu si padislap, edhe pse ka nisma gjëra për të rishikuar dhe një diskutim por e drejta për proteste, drejta e lirisë së fjalës është e miratuar është dhe kriminalizimi i shpifjes. Por ndërkohë do thoja që ka dhe padi deri diku nga ana tjetër që shpresojnë dhe japin frymëzim pozitiv, të paktën është një përpjekje studentëve të shëndetësisë për ta çuar deri në Strasburg, pra çështjen e tyre të punësimit të detyruar, një çështje që e kemi ndjekur që ku nisën protestat e para kundërshtuese për atëherë ishte thjesht një propozim, por që ndryshoi disa herë deri në miratimin me 3 vite nga 5 që ishte fillimisht. Pra 3 vite të detyruara. Çdo student keq për këtë, pra. Nuk dua të ta marr pyetjen, po më vjen shumë keq sepse për të disa të herë grupe të ndryshme, pra këtu nuk kemi të bëjmë me i padi
kundrejt një individi ose kundrejt ku diun siç janë këto padite pronës që ty të shëmbet banesa dhe ti shkon e kërkon drejtësinë në Strasburg se dëmi jot është direkt, vetëm shpërblimi jot është dhe do përfitosh diçka, po e Për vërtet. këtu kemi të bëjmë me disa me studentët e mjekësisë që duhet të jenë brezi i shkëlqyeri i shoqërisë tonë, që ata është për të ardhur keq se si më të mirët e gjimnazeve tona, ata që janë ekselentët, gjithë e majmen. Kush ishte nxënës me 10-ta, çfarë do bësh, do iki në mjekësi. Ata duhet ta gjejnë drejtësinë në Strasburg, se vendi jon po i trajton keq, pra ka i distancë midis vendimarrjes dhe asaj që konsiderohet e drejtë nga studentët. Dhe po të shikosh dhënat i ke shifrat e regjistrimeve për mjekësi, për infermieri. Dhe është interesante sepse bën si hap thjesht për t'i minimizuar ikjet, ndërkohë që efekti po jep komplet rezultatin e kundërt. Pse ikin ata? Për shkak të pagave dhe kushteve, besoj se kjo nuk është përveç asaj më edhe mungesës së përkrahjes sociale, ëh. Ti investon pothuajse gjysmën e jetës në studime, praktikisht ke lëshuar dhe kohë për aspekte edhe familjare dhe qëndësishme të jetës tënde, dhe ku vjen puna, ty të kërkohet pagesa gjithë viteve shkollore, nëse ti do të punësohesh ku në një shoqëri tjetër që ti mendon se mund të ketë një arsye tjetër që mund të japi ty feedback më të mirë. Më kujtohet Partia Punës. Nëse kemi jetuar atë kohë, po besoj që është e njëjta gjë si emërimet e partisë. Do të emëroj partia mjek në ku diun, në një zonë shumë thellë që ne kemi ndruar regjimin. Pastaj forma e ikjeve mendoj se është mënyra më e gabuar duke izolu mundësitë dhe lirinë, sepse ti dëshiron ta mbash dikë duke i treguar fuqinë që ti ke për ta ndaluar që ti japësh një sjellje të lirë, patjetër. Kjo ishte edhe pretendimi, ishte shkelja e të drejtës për arsim, punë të detyruar dhe një lloj diskriminimi që ata e kanë. Pra ky mund të jetë një rast për precedent. Që kemi studiu gazetari për shembull. Ti je i lirë, është e pa drejtë, ti je i lirë, ti ikësh, ai duhet të qëndrojë. Sepse ka një kosto edhe për sistemin shëndetësor, duke pasur kaq shumë ikje që vitet e fundit kanë qenë të orientuara drejt Gjermanisë, edhe për shkak të kontratave dhe kompanive që funksiononin dhe funksionojnë ende në Shqipëri që bënin këtë lidhje direkte me studentëve, vurej që kishin mangësi në sistemin shëndetësor. Edhe kjo gjëja si mund të rregullohej vetëm duke ndërhyrë ligjërisht, që sigurisht nuk është e drejtë, po ndërkohë nuk janë të shqetësuar që është kafja e keqe aty. Po ndërkohë është ironike sepse specializimet kanë qenë centralizuar, kanë pas mungesë specializimesh, doktoraturat gjithashtu të bllokuara për kohë gjatë. Dhe ndërkohë ti befas zgjohesh, ndryshon politikat, shtrëngos ngjyrin. Kjo protestë që në gjykimin tim ishte në aspekt në organizimit të studentëve, ishte më e madhja pas asaj të 2018-s që organizuan të gjithë. Kjo e studentëve mjekësisë mendoj ishte e dyta pas asaj, domethënë, edhe sot edhe një sër problematikash të tjera që kishin të bënë me kushtet në infrastrukturë, mungesën e librarive, të hapësirave të përbashkëta që bënin laborator, por dhe vetë literatura thonin që ishte jo e updetuar, pra ishte e viteve të mëparshme, ndërkohë që shkenca ka përparuar, dhe këtë gjë e vënë re për shkak të narrativës që ata sollën dhe diskursit publik për shkak të kësaj proteste. Dhe ajo që vjet re është se në vend që të kishim përmirësim apo vëmendje të qeverisë duke u ofruar atyre kushte më të mira për të mësuar, po dhe kushte më të mira për bërë praktikat, sa ata thonin që në praktika ne nuk është se shkonim dhe i ndiqnim rregullisht, liheshim aty në anë, thjesht për pjesëmarrje, nuk është se mësonim gjë, infrastruktura spitalore nuk ishte po ashtu e duhura për ta, përpos pastaj mbështetjes edhe financiare, mos pagesa në nivelin e duhur. Pra gjitha këto sollën vëmendjen për çfarë lëngon ky sistemi shëndetësor që ne kemi bërë një dokumentar për këtë, kjo quhet vendosje produkti, do vëm një link aty të dokumentarit. Ama un kam dhe një merak tjetër, pra ka dhe një anë tjetër historia. E kam pa në shumë raste atë protestën me një keqardhje. Pra ti ke një grup me njerëz që marshojnë. Pse kështu ti? Më vinte shumë keq sepse ajo duke si thirrje që na lini të ikim. Duam të dhe nuk ka se si mos të mund të ikë. jetë kundërta, pse na shtoni arsye me ik.
Pra është ajo që thotë Jo, Elira. një zinxhirin qafë që ti duhet të rish këtu, nuk është arsye. U ta tregon ti zinxhirin ti ikën o vlla, se s'do të rish rob. Po ikën narratisesh, po ti duhet të ikësh me diplom, pra ato i thonë ik, po ik pa Jo, pa ik më jep lekët thot. Për mua është për të keq se si 15000 euro vlla. Më jep lekët thot. do marrësh diplomën. Si ka mundësi që si kemi mbrit këtu? Tani se kjo është pyetje kështu. Që si impresionuese isha keq fakti menaxhimi i që fondeve publike, po i shkojnë deri një në listë fund. gjatë. Edhe nuk po dorëzohen përderisa do ta çojnë deri në Strasburg edhe Nëse ata fitojnë është mirë apo keq për ne? Për është buxhetin mirë. e shtetit nuk e di. Nuk mbase çështja në duhet aspektin e mbase rezistencës duhet- shoqërore, duhet por shkruar- për aspektin e dëmit shëndetësor pastaj është gjithmonë prezent nëse Po nëse më përpara po flisim për një mësim që Seka Hydropower do t'i japi banorëve të Zellxhoçait, ne mund të themi që Strasburgu do t'i japi një mësim qeverisë shqiptare se si duhet t'i respektojë profesionet o vlla. Që mos t'i jetë Sa mësime ka marrë qeveria shqiptare nga gjykata e Strasburgut? Asnjëri nuk Gjithë paguon. I Gjithë ka këto aty. vite kemi rastin e segregimit të fëmijëve të komunitetit rom dhe egjiptianë për shkolla që ka një vendim të gjykatës së Strasburgut për këtë edhe Kemi nuk një di mësim. ç'a është bërë vionet kemi nga ajo mësime shkolla. plot. Kemi mësimin e si në Beketit. vend, në vend që të vendosi kufizimin duhet japi opsione. Kjo është ajo që duhet bëjë qeveria shqiptare si mësimi i gjithë kësajt. Po besoj që nëse ka edhe unë nuk besoj që këta do reflektojnë, më thon drejtën tani. Prap, nuk du t'jem Ku thu këta Strasburgu apo këta këtu? Qeveria. këta këtu, Ah. sepse ti nuk mund të bësh këto ti ofrimi zgjidhjeve që nuk shkojnë te thelbi i problemit. Problemit, Unë jam shumë i lumtur për reagimin, po problemi jonë është që nuk kemi mjek valla. S'kemi infermier, i kemi në spitalet bosh, ne po na smuren të afërmit prindrit tjetri dhe ti do presësh radhën aty dhe mund të vdesësh duke prit në radhë sepse s'ke Po zgjidhja Po kjo nuk do rregullohet me faktin që nesër mund të jetë dhe pacienti që hajde të kapemi edhe ne për dorë me studentët e mjekësisë për të shtëm gjithë bashkë duam të ikim. Okej, këtë do ta ndiqni në podcastin e radhës në studimet mbi migrimin që ka realizuar Nevi Po ju dhe Bartoshi. çfarë ju mban këto? Po, Jam tamam. kurioze. e E dim se shumë, s'ke ikur akoma. Po pres. Nga diskutimet që kemi. Po pres. Mirë ishin çështjet që kemi trajtuar gjatë gjithë muajit nëntor, ato që paktën mendojmë që kanë qenë më të diskutueshme dhe për ne kanë patur më shumë vlerë. Mos nguronit na klikoni dhe të lexoni ato çka neve mbulojmë sepse besojmë se Jemi më të mirë. Teaser për episodin e radhës do na tregoj Erisa se si ka ngel në një varg në mes të liçenit të Kuksit. Po jo në këtë episod, sepse ndodhi në dhjetor, në 10 për më orë. tepër. Po, kaq, jo më shumë detaje. Të tjerat na ndiqni. Mos harroni njerëz sa më shumë subscribe sepse tani YouTube është monetizuar. Po, do bëjmë darkë në Do viti 3 bëjmë darkë në viti 3. Dhe si është tjetra dhe newsletter, subscribe në web edhe gjithashtu pra, jo vetëm YouTube. Edhe kam përshtypjen jemi shumë të hapur dhe për komente, pa kënaqësi. Jo negative, jo. Nëse keni ndonjë çështje që doni ta diskutoni, doni të vinë t'ju ndjekim shqetësimet tuaja. Komentet negative na i çoni me email, bravo të na i shkruani kështu. Publikisht. Jo, pa, shifte.